kur u pit mujahidi, apo piti mujahidi dhe tha, cilja vepra më e rëndë, cilja vepra të veprohet këtë dunjë më e rëndë. E kur u përgjigj mujahidi tha, me i bashku di zemra, vepra më e rëndë këtë dunjë është me i bashku di zemra. A dini ta përse për çka kësha Allahu Azza wa Jall ka thonë Kurani Kerim, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allaf. Sikur ta shpenzoni këtë dunjan, s'keni mundësi me i përfitu, me i lidhen, me i dashuru di zemra. Mirë po Allahu Azza wa Jall me rahmetin e ti, Allahu Azza wa Jall a që i bashkoj, a i që në bashkoj u letë të ndërshëm, dhe a i që në i dhëroj dashurin është Allahu Azza wa Jall. Para ta kja nimet begati e madhe, ndërsa armit të islamit kur fletë Allahu Azza wa Jall për to, edhe pse bojnë aleancët të ndryshme dhe paraqiten në media se janë të bashkuar, Allahu Azza wa Jall në tregon, në shpalos realitetin e tyre dhe thot, tahsebuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ti mendon se janë të bashkuar, mirë po të rupat vetëm i kanë të bashkuar, zemrat e tyre i kanë të coptuar. Ata e armicojnë njëri tjetrin, ata e urrejnë njëri tjetrin. Për Allahu Azza wa Jall dashurin për Allah e donë letë të ndërshëm, nga se dashuria për Allah a që e eliminon zilin për qarjen dhe nga të resën. Kur që thonë të pejgamberi Allahu se mu nga të ruti musliman për fene tire është ma rezik në këtë dunja, ma rezik nuk ka në këtë dunja, se sa mu përqa, mu rejtën di musliman. Pa thonë të pejgamberi Allahu të t'ju tregoj për një vepër që është ma madhështore, ma e dashur të Allahu, se me falë namaz natë, se me haqeru na file ditën, dhe se me dhonë sadaka. Atare thënë, ja Rasulullah në trego, tha mi bashku ti zemra të muslimanëve, me i bajtu ti musliman është vepër madhore, deri sa rejna vletë të ndërshëm gënjeshta është prej gjunave të mëdhaja. Allahu Azza wa Jall në ka leju me gënjejt, vetëm të raste njërë ndërë to është me i bajtu ti musliman, nga se thënë të pejgamberi Allahu se mu prish ti musliman është qethje. Ta nuk jam të thonë qethje flokve, është qethje e dinit. Si mos jetë qethje e dinit, vëlledhë të ndëshëm, kurse thot pejgamberi Allahu se ditën e hanë dhe ditën e hejtë e hapën dirë të gjennetit, dhe Allahu Azza wa Jall i fal, Allahu Azza wa Jall i fal, Allahu jashlin gjonatet të metët, gjdo kuj që Allahut nuk i ka bon shirk përveç se njonit, cili është ai që ditën e hanë dhe ditën e hejtë nuk falet prej anës Allahut Azza wa Jall, është ai cili ka nga të res me vëllavin e vetë. Thot Allahu Azza wa Jall, lej këta dit deri të pajtohen, lej këta dit deri të pajtohen. Para të leo të ndërshëm, pejgamberi Allah dhe veprën e parë kur arriti në Medine, i bashkoj dhe i vllazëroi ensarët me muhajirët, i bani vëllezër që nga se në e dim se nuk ka mundësi që një shtet të mëkambe të ngritet vetëm me forcë ushtri dhe ekonomi. Mirë po për forcimin dhe ruajtjen e shtetit nuk ka mundësi të realizohet vetëm me dashuri dhe besnikëri.